Zbulimi i një arsenali të frikshëm armësh në zemër të Tiranës ka të rënditur autoritetet dhe opinionin publik. Furgoni i cili mbante logon e një kompanie private sinjalistike ishte parkuar pranë banesës së pronarit të tij, rreth 34 vjeçarit e Ugercino në zonën e Myslimshyrit, ku u zbulua se brenda ndodheshin 23 armë zjarri të llojeve të ndryshme, përfshirë 3 snajpera, mira fishek dhe pajisje të sofistikuara gjurmimi dhe shpërthimi në distancë. Në dëshminë e parë përpara hetuesve Sino, i cili rezulton me precedent penal, ka mohuar çdo lidhje me arsenalin e gjetur. Ai ka deklaruar se nuk ishte asnjë material brenda furgonit dhe ka pretenduar se armët mund t'i kenë vendosur personat, por pa përmendur asnjë emër konkret. Furgonin e kam lënë pranë shtëpisë Bosch, nuk di gjë për armët që janë gjetur brenda. Mësoi të ketë thënë ai gjatë marrjes në pyetje. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se armët ishin të reja dhe dyshohet se janë trafikuar nga Kosova për të përdorur nga një grup kriminal aktiv në Tiranë, Laç dhe Burrel. Sipas hetimeve paraprake, arsenali mund të shërbente për ngjarje të planifikuara kriminale që përfshin elemente fizike ose sulme të porositura. Gjatë kontrolleve të mëvonshme, policia zbuloi bazën kryesore të grupit vetëm pak metra larg vendit ku ishte parkuar furgoni, ku dyshohet se mbaheshin dhe përgatitishin armët për përdorim. Në këtë ambient u gjetën prova të tjera që lidheshin me trafikun dhe modifikimin e armëve. Ndërkohë, 2 persona të tjerë janë shpadhur në kërkim, ndërsa policia po vijon hetimet për të zbuluar rrjetin e plotë të përfshirë në trafikim dhe depozitimin e arsenalit. Hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë së autoritetit dhe prokurorisë Tiranë, pasi dyshohet se armët mund të jenë pjesë e një linje ndërkombëtare trafiku që kalon përmes kufirit Kosovë-Shqipëri.